Hey loves, in today's vlog, I take you to the most aesthetic spot for coffee and dreamy desserts. It's a total vibe. Then it's time for some grocery shopping. And I finally applied for my Real ID because travel plans are happening this July. I'm also clearing out my closet and listing pieces on Vinted. So stay tuned for that day. So grab a snack, get cozy, and let's dive into this day together. Hello, mirë se keni ardhur në videon time të radhës. Unë quhem Silja, për të gjithë ju që nuk më njihni. Do ju falenderoj shumë që e keni klikuar këtë video. Atëherë sot që po ju flas është ditë e diel, edhe është data 15 qershor. Nuk më besohet akoma që është data 15. Duke qenë se kam qenë sëmur javës që shkoi dhe kam qëndruar më së shumti në shtëpi, atëherë nuk e kuptoj fare se si kanë kaluar këto ditët. Dhe sot është dita e baballarëve në Amerikë, kështu që duam t'ju urojmë dadës tonë këtu, gëzuar ditën e babit. Happy Father's Day to Dada. Happy Father's Day to the best Dada. Dhe ne vendosim që sot të shkojmë tek një kafe e cila quhet My Deluxe Cafe. Dhe mendova pse jo, do ishte një ide e mirë për të kaluar këtë ditën të diel, sepse mund ta shikoni shumë qartë edhe nga xhami që jashtë po bie shi. Dhe duke qenë se dje kemi ndonjëherë në shtëpi duke edituar dhe duke pastruar dhe duke gatuar, atëherë thash sot duhet patjetër që të dalim. Do ju marr dhe juve me vete, kafja ishte shumë e bukur, me aq sa pash në Instagram, kështu që ta shikojmë dhe live se si do jetë. Është pak a shumë stili i kafes që ne shkuam me shoqet për brand. Le të shkojmë bashkë edhe të kalojmë sa më bukur. Made a mistake, and now it's all bad. And you could put the blame on me, but baby, can we run it back? And you've been running through my mind, and you're still in my dream. Baby girl, life without you just ain't as good as it seems. But if you meet me down the road, would you stay or would you go? Oh, why? Because there's one thing that we know, people change and roses grow. Oh, take my hand, take these roses, no, I'll never leave. Sa po porositëm, edhe unë kam marrë një mojito strawberry, cila është vërtet shumë e mirë, duket shumë e shijshme. Është pa alkool sepse këtu nuk shërben alkool, ndërsa Oleni ka marrë një dragon fruit, një lemonade, e cila duket vërtet shumë e mirë. Ndërsa Rajani vendosi që të merrte macarons, po duhet të nxitoj duke folur sepse ka muzikë që sa të ka copyrighti. Ka marrë një macarons me strawberry dhe një lollipop. Tu al lado mío, y yo de testigo. Vamos 1, 2, 3, sin estrés. Muéstrame esos pasos, te cuento hasta 10 y ven. Yo sé que tú quieres moverlo sin pena, ven. Sin estrés, muéstrame esos pasos, te cuento hasta 10 y ven. Yo sé que tú quieres. Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres que brinda la vida y que nos hace tan feliz. Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres, como acariciarte y conocerte de raíz. Recuperé la fe cuando yo a ti te vi, mami. Bailabas como un ángel, me acuerdo de ese party. No lo hacías despacito, no eras como Daddy, eras como Bad Bunny, tu flow bastante cari, alright. Hermoso y con timidez me gusta, y con esa sencillez que asusta. Sabes bien cómo es que es combi completa de cabeza a los pies. Sin effects, mami, yo te entono, te subo el pecho y te derrito el cono. En mis historias siempre te menciono, para esa reina necesito un trono. Sin effects, mami, yo te entono, con esos besos chica me. Atëherë ky është edhe tualeti dhe duket kaq i bukur edhe nga brenda. Këtu lexon You Glow Girl. Ka edhe këtë stolin këtu, i cili është shumë i bukur. Dhe gjithashtu këtu janë këto 3 pasqyrat e mëdha gjigante. Këtu më keni dhe mua dhe normalisht po filmoj me telefon sepse nuk do merra kamerën në tualet. Edhe e gjithë pasqyrat pjesa tjetër pastaj është kaq por kaq e bukur. Ka krijuar këto raftet e bukura që ngjajnë super. Kështu që ja. Some balance in my life, but I never really put up a fight. Didn't follow my dreams.
ndaluam nga kafja dhe erdhëm direkt tek Bells Marketi sepse duam që të marrim pak djathtin e deles, sepse na ka mbaruar djathtin e bardh. Gjithashtu do marrim edhe 2-3 gjëra të vogla dhe do ikim drejt edhe në shtëpi. Kështu do i flas për pak. Wish that someone could say it'll all be okay. Just listen to me as I say. Slow it down, dreams still yours if you want it. Enjoy the ride, 'cause those ups and those downs is what makes it worth the while. You will make it. Tani sa mbaruam edhe nga Bells Marketi, pse nisëm 2-3 gjëra të vogla, më së shumti kemi marrë djathin edhe ullint, edhe qumshtin. Ne më shumë te Bells Marketi shkojmë për to bulmetrat ose më shumë për sneket dhe ëmbëlsira gjëra të ëmbla. Do të bëj një mini haul të vogël ku të shkojmë në shtëpi dhe unë tani isha në gjumë në fakt, kam 20 minuta që po floj gjumë, por për 5 minuta arrim në shtëpi, kështu që do t'i bëj një supermarket haul. Atë po i tregoj shpejt e shpejt se çfarë morëm tek Bells Marketi. Kemi marrë të djathin e deles nga Erzeni, nuk gjetëm atë nga Girofarma dhe kjo ishte diku tek $50, 49. Këtu kemi marrë ullin berati, të cilat shpresoj të jenë të mira, janë jeshil. Kemi marrë qumshin. Ky është një qumësht që është si qumësht ferme, si qumësht bie nga ato fshati dhe shumë i mirë dhe ne e përdorim për kostin që e bëjmë vet. Këtu kemi marrë panine, këto janë shumë të mira të Bells Marketi, nga këto bukët e vogla. Këta janë të preferuarat e mia, që janë si tip tiramisuje dhe janë vërtet shumë të mira dhe i marrë më shumë për të vendosur ranin në shkollë të snack. Këtu kemi 3 kastraveca, që janë si bio dhe këta, të mirë. Këtu kemi shumë limona. Kemi marrë një kefir, do zgjedha këtë me shek, nuk e di se sa i mirë do jetë, por ta provoj pak tani, shpresoj të jetë i mirë. Bëf, ka si thartë. Ok, marrë dhe këto ka 2 pecetat për guzhinë, gjithashtu dhe të kolinë e madhe me ujë. Të gjitha këto të Bells Marketi na kushtuan $120. Disa për kafen dua t'ju them që ishte shumë e bukur, ushqimet i kishte shumë të mira, ëmbëlsirat i kishte shumë të mira, gjithashtu edhe koktejlet, ato koktejlet e vogla pa alkool. Dhe çmimet ishin goxha të mira. Për shembull, po ju them për croissantin që unë mora me çokoladë ishte $7, limonata ishte nga $5, imja që ishte me mojito strawberry, si oleni që ishte me dragon fruit, dhe sa Rajani strawberry lemonade pas ka qenë $6. Makarunsa që ka marrë Rajani, një makaruns ka qenë $6. Kjo është pak e shtrenjtë. Një makaruns $6 dhe një nga ajo popsi, ajo që ishte kështu si me shkop, edhe ajo $6, ato ëmbëlsirat e vogla. Supat që mori Oleni dhe Rajani kanë qenë nga $14, pastaj Oleni mori një ëmbëlsirë në fund që ka qenë $12. Okej, deri diku çmimet pas kanë qenë relativisht të mira dhe kushtuan të gjitha $82. $20 ja lam tip, kështu që vajti $102-103 gati. Atëherë këto ishin të gjitha gjërat që ne kishim për të bërë për sot. Unë tani do shtrihem, do qetësojmë pak një orë. Dhe pas dite pastaj ka vendosur që do shta bëj një orë ecje. Në të kundër pastaj do bëj foto të gjërave që dua të shes në vend. Pyetja e parë me të bërë se si do zgjohemi nga gjumi. Kështu që shihemi pas një ore. Dita tjetër e këtij vlogu. Sot që po ju flas është ditë e martë, edhe ne kemi vendosur që të shkojmë për të bërë Real ID. Për të gjithë ju që jetoni në Amerikë, tashmë duhet ta dini që ne na duhet Real ID-a për të fluturuar brenda Amerikës, për të udhëtuar brenda Amerikës. Mund të udhëtoni dhe me pasaportë nëse keni pasaportë amerikane, por nuk e di se si funksionon me pasaportë shqiptare nëse mund të udhëtoni brenda Amerikës, apo nuk është se kam informacion për këtë gjë, por nëse ju keni informacion, do ju lutesha të më shkruani poshtë në komenta. Atëherë, të gjitha dokumentat që duhen për Real ID-n, unë do t'ju vendos këtu një listë me dokumentat që duhen, përveç se duhet një mjet identifikimi, në këtë rast një pasaportë ose një drive license, që konsiderohet si mjet identifikimi këtu në Amerikë, dhe duhet një dokument që vërteton qëndrimin tuaj në Amerikë, nëse keni pasaportë atëherë tashmë jeni bërgja qytetar amerikan, pra nuk keni nevojë për ta vërtetuar, thjesht tregoni pasaportën. Ndërsa për mua, për shumë në rastin tim, do t'rregoj green cardën, pra që është një vizë 10 vjeçare që unë më lejon mua të jetoj dhe të punoj këtu në Amerikë. Leje qëndrimi, se s'po vite, kam një orë që po e rrotulloj. Gjëja tjetër që ju duhet është Social Security,
ta keni me vete dhe gjithashtu ju duhen 2 fatura ose 2 dokumenta që vërtetojnë vendin ku ju jeton. Real ID-s. Real ID është një proces që nuk zgjat shumë. Thjesht shpresoj mos të ketë rast sepse ajo mund të na vonojë më shumë, ndërsa si proces zgjat shumë pak edhe e merr brenda ditës, pra është njësoj si drive licenca që kemi. Kështu që kaq informacion për tani, nëse kam harruar diçka tjetër, do të hap kamerën më vonë t'ju tregoj. Në të kundër pastaj do ju flas pasi të kemi mbaruar të gjithë procedurën dhe të kemi Real ID në dorë. Më uroni fat dhe të mos kemi as edhe një problem. Ne tani sapo erdhëm tek Real ID-ja dhe ka vërtet jashtëzakonisht shumë radhë, tu kemi dosjet, një blu dhe një e kuqe, imja dhe Olenit. Edhe shpresoj shumë që mos të vonohemi shumë, por realisht ka vërtet shumë radhë, kështu që le të shikojmë se sa shpejt do mbarojmë. I was just a kid when I met you, honey. Working on my daydreams. Down bed wishing you'd come and save me. If only I'd have a time machine back then, I'd see us dancing in the kitchen night. No one thought we could ever make it. Hello përsëri. Atëherë, neve kemi pritur tek Pendoti nga ora 9 e mëngjesit që kemi shkuar dhe tani është ora 1 edhe nuk kemi mbaruar punë. I vetmi person që u fut në lidhje në radhë isha unë dhe duke qenë se unë jam me green card, bëra të gjitha procedurat, bëra edhe pagesë. Personi që punonte atje më tha që duhet që green cardën, dreqin, Real ID-n të na dërgojnë me email në shtëpi. Mund të vonoj, tha, nga 3 ditë deri në 2 javë, 4 javë, 5 javë. Duke qenë se në udhëtimin e kemi për 1 muaj, pra nuk mund të pres më shumë se sa 3 javë, sepse nuk do ta lë për në javën e fundit. Atëherë më sugjeroj që të shkoja në një qendër tjetër të Pendotit, e cila është këtu afër. Oleni nuk u fut fare në radhë, duke qenë se sistemi pësoi një kresh për personat që ishin me pasaportë, kështu që Oleni në zëre se ka pritur kohë sot. Dhe ora është 1, problemi është që në orën 2:30 kam takimin te doktoresha dhe shpresoj shumë që mos të ketë ratu të mbaroj punë të paktën unë. Ishte një gabim imi që i lash edhe doktoreshën dhe Real ID-n të dyja sot, sepse mendova se nuk do kishte radhë dhe do mbaronin punë sa më shpejt mundeshim, por ja që nuk mbaruan punë. Edhe kushtoi $70 për të ndryshuar adresën, pra për të ndryshuar drive licencën, edhe për Real ID-n, pra për të dyja kushtonte $70. Sapo mbarova nga doktoresha dhe gjithçka ishte okay, që nga hera e fundit që unë kisha bërë vizitën, por thjesht doktoresha më tha prapë të njëjtën gjë, që Silvia duhet të bësh një X-ray dhe më vonë pastaj të shikojmë për një MRI. Kështu që më dha disa ilaçe të tjera shtesë, këtë naproxenin që ka marrë tani duhet ta ndërpres, pra gjëra të tilla. Dhe gjëja kryesore që më tha është të bëj ushtrime të cilat kanë të bëjnë me këtë pjesën e hipsit, pjesa e lartë e këmbës. Të shikoj video në YouTube edhe të bëj ushtrime që janë kastile për atë gjë, edhe nuk duhet që të qëndroj ullur, sepse i thash që qëndroj shumë tek puna ullur. Dhe Oleni tani është ullur te Danki, dhe pse unë porosita të ulej te Starbucksi, por sa duket ka pëlqyer shumë Danki dhe pas ka bërë dhe gati porosin për gruan. Çfarë më ke marrë? Më ka marrë një kafe me pistakio, me qumësht, me krem karamel, me waffle cones edhe me kështu nga kjo whipping cream që është kjo shkuma. Shumë kalorika kjo. Tregova pijen që ka porositur Oleni. Është e mirë, por nuk është shumë si shije kafe. Shikojmë se çfarë na ka marrë këtu te kjo. Më duket se është një sanduiç me bacon, egg and cheese mora. Po, bacon, egg and cheese ka marrë. Shine tani po ham, po pim dhe kafe, po qetësohemi këtu diku te 10 minuta dhe pastaj ikim në shtëpi të marrim çunin te mami Olenit edhe pastaj drejt në shtëpi më do shtrihem dhe qetësohem, nuk bëj absolutisht as edhe një gjë. Është goxha e mirë, kështu që vazhdojmë të ham të pim edhe gjemi më vonë. Tani që po ju flas është dita tjetër, di që deri kam lënë duke ju thënë që do shifemi më vonë dhe nuk u pam asnjëherë, si gjithmonë i ble këto ditë të pa mbyllur tamam siç duhet. Edhe tani është e mërkur, ora është 8 pa çerek, ne sapo lam Rajanin tek prindit e Olenit që t'i çojnë në shkollë, sot është dita e fundit e shkollës. Dhe ne jemi duke ikur përsëri tek vendi ku shkuam dje, pra tek ajo në Norris Town, që ishte këtu afër shtëpisë tonë, gjysmore, kështu që shpresoj shumë që të mbarojmë punë sot dhe të mos presim aq gjatë sa kemi pritur dje.
shkruajmë nga Real Idea, jemi vonuar shumë, po shumë pak, gati gjysmore, tani është ora 9:07 që ne kemi mbaruar. Dhe kishte një linjë e cila ishte më e shkurtër se sa linja që ju tani e keni parë tek video. Dhe ishte linja vetëm për kamera kart, dhe duke qenë se kam pritur 5 orë dje tek qendra tjetër, sot kam mbaruar punë shumë shpejt. Edhe këtu kam Real ID-n time. Atëherë flokët i kam kapur, kështu që nuk është se kam dalë kush e di mirë, dhe ndryshimi vetëm është ky stari i vogël këtu. Dhe tani do ikim në shtëpi të dy, Holeni të marrë makinën e tij, unë timen, edhe të shkoj secili në punën e vet, dhe jam shumë e fat që më në fund mbaruam, kështu që iku edhe ky muhabet. Ne sot kemi mbaruar punën 2 orë më herët se zakonisht, sepse na ikën dritat të kompania dhe na thanë mund të ikin në shtëpi. Kështu që kam ardhur në shtëpi që në orën 2, edhe pse ora tani është 4:30. Kam vendosur të gjitha mbulesat të sallonit për të larë, edhe për pak besoj mbarojmë për diku te 20 minuta. Por këtu mbrapa shikoni që kam përgatitur disa veshje të cilat duhet i shes tek Vinted me çmime goxha të arsyeshme, pra diku me 5, me 7, me 10, maksimumi mund të jetë $20. Emri im në Vinted është Silvia Visposh Laze, dua lë diku këtu në anë që ta keni më kollaj për ta klikuar. Kam një mëdyshje sepse këtu në Amerikë funksionon Vinted, por më shumë duket se funksionon Poshmarku dhe Facebook Mark. Gjithashtu kam disa rroba baje që i kam bler vjet, por nuk i kam veshur, por nuk janë me etiket, do t'ua tregoj tani se cilat janë. Të parat janë këto rroba banjot, është një body i cili është roz, është kjo roza e ëmbël, sepse në kamerë duket më e hapur, por është vërtet ngjyrë shumë e bukur. Duke qenë se nuk i kam veshur vjet, do trupi im është pothuajse njësoj, e sigurt që barku im do dali këtu tek kjo pjesa që ka vrit. Dhe rroba banjot e dyta janë këto të kuqet, të cilat mendoj se më rrin të vogla. Materiali është goxha i mirë, në fakt, është nga ky materiali që vjen si me viza. Pjesa lart është e tillë. Pra, kjo është pjesa që vendoset këtu edhe vjen me një krah. Një gjë tjetër që kam vendosur për të shitur është kjo për palestër. Është goxha material elastik, është ngjyrë e zezë dhe ka edhe këtë të qarën këtu nga mbrapa. Kjo është shumë e mirë për palestër. Problemi është që mua kjo tani nuk më futet më, sepse jam shëndoshur. Gjithashtu dua të shes disa par pantallona. Këto janë një prej tyre. Mua këto më rrin pak të gjera, kjo është arsyeja që dua që t'i shes. Dhe pse më pëlqejnë si ngjyrë, por kam edhe këtë fustanin, i cili është boqiell, është i shkurtër, është shumë i bukur. Por problemi është që ky mua më rri super i madh, domethënë te pjesa e dekoltes. Për disa porosi tek Temu, të cilat do më vinë para pushimeve, kam porositur më shumë sete, rroba banjo edhe fustane. Nuk është se kam porositur shumë, por gjithashtu kam porositur një pasqyrë që shpresoj shumë të më vijë mirë, ishte $30, të jetë e madhe. Nëse nuk është siç e dua, atëherë pastaj do ta kthej ose do ta vendos diku do një cep të shtëpisë, do ta fshehin diku. I was facing all the sunlight while our feet swung freely from the bridge. The bridge. You asked if I'd save you, if you were crazy enough to take a swim, a swim. Unë tani sa përmbarova të gjitha fotot për në Vinted. Tani jam duke parë videon e Dorës, e cila ka hedhur videon e pushimeve të para me Ohemën. Nëse nuk e ndiqni Dorën, atëherë ftoj që ta ndiqni sepse bën video super të bukur. Jam duke ngrënë edhe një donat, unë vdes për ta ëmbla. Lëko më të dëgjoni dhe Azer Fixen, sepse që parë ka rënë një super stuhi, duhet ta kam treguar pak në video. Dhe drita po bënin pak stimaz, duket sikur do iknin, por deri tani nuk kanë ikur shqyr zotit. Dua t'ju tregoj pak këtë kefirin, i cili është me shek. Këtë kam marrë para 2-3 ditëve, edhe vërtet është shumë i mirë. Se jam një fan se e kefirit, por vendosa që po thash më shqyr që s'ka ikur drita dhe sa po ikën. Thash të provoj një shije të re të kefirit. Kalova Okej. Erdhen dritat prap dhe shpresoj mos të ikin më. Ikën prap, nuk mbajnë. Okej. Wouldn't lie to you, doesn't matter what I do. She's got a hold on me. She knows how to drive a truck, but she lets me pick her up when we're going dancing. My heart stops beating when my headlights shining on her. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing with me. She's so damn out of my league. She's a little bit crazy on the weekends, dancing in her red dress, and I love the way she looks in my eyes. And I'm feeling like midnight's getting closer, and I just wanna hold her in my arms till the sun comes up. She's a little bit country. Yeah, she's my country girl. She's a little bit country. Yeah, she's my country girl. Atëherë dritat kanë ikur dhe nuk kanë ardhur më. Ora është 9:30 dhe unë kam vetëm 7% bateri dhe sikur që nuk do mbaj deri nesër në mëngjes.
Por shpresoj shumë që ditëta të vinë natën dhe të mundem të kërkojmë telefona dhe të zgjohemi nesër për në punë sepse nesër është e premte. Dhe po mendoj që këtu ta mbyll videon për këtë javë. Mos harroni që të bëni një like, një subscribe dhe ne bashkë shihemi tek videoradhës. Bye.